Turqia ka përjashtuar nga Ankaraja ambasadorin izraelit në shenjë proteste ndaj sulmit në Gaza të anijes turke. Ministri i jashtëm turk ka deklaruar se Turqia do të ndërpresë marrëdhëniet ushtarake me Izraelin, pasi ky shtet nuk kërkoi falje lidhur me sulmin e një viti më parë nga ushtria izraelite kundër një anije me ndihmë humanitare e nisur drejt rripit të Gazës. Ky veprim erdhi menjëherë pas publikimit nga prestigjioze New York Times të një raporti të OKB-s lidhur me ngjarjen e majit të 2010, ku 8 shtetas turq dhe një amerikan me origjinë turke u vran nga ndërhyrjet e forcave speciale izraelite në ujërat ndërkombëtare. Një panel hetues i Kombeve të Bashkuara ka konkluduar se ndërhyrja e Izraelit në anijen turke me ndihmë për në rripin e Gazës ishte ilegale dhe se forcat izraelite kishin përdorur dhunë të tepruar vdekjeprurse gjatë këtij incidenti. Raporti thotë se aktivistët në anije vepruan pa kujdes duke u përpjekur për të shkelur bllokadën detare të Izraelit rreth rripit të Gazës, që kontrollohet nga Hamasi. Theksohet se komandantët izraelit u ballafaquan me rezistencë organizuar dhe të dhunshme nga grupi udhëtarëve në anije, por raporti shkruan se sasia e forcës së përdorur nga izraelitët ishte e tepërt dhe pa arsyeshme. Ky incident kishte shkaktuar dëme të caktuara në lidhjet ndërmjet Izraelit dhe Turqisë, pasi Ankaraja kishte insistuar që Izraeli të kërkojë falje, por Izraeli ka refuzuar ta bëjë këtë. Gjithashtu ministri i jashtëm turk ka deklaruar se do të shfuqizohet çdo marrëveshje ushtarake me Izraelin dhe se sipas tij është koha që Izraeli të paguajë çmimin e këtij veprimi.